Tani me neve në studio e kemi këngëtarin e njohur Besnik Krajko. Faleminderit, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi. Besnik nga Prizren e keni udhëtuar sot për Prishtinë, një kohë të gjatë, po jetoni në Prizren. Në vitin 1973 ke qenë fare i ri kur ke debutuar në edicionin e akordeve të Kosovës, apo jo? Ashtu, kom debutu me këngën Balladë mbi dashuri, këngë të cilën e ka komponu Musa Ramadani. Dhe atëherë udhëtimi ka qenë pak më i vështirë se tani. Edhe pse me rini njeriu e përballon atë shumë lehtë. Kështu që sot me kënaqësi shumë të madhe erdha sepse kam shumë respekt madh për këtë shtëpi juaj, e cila ka qenë një dritare e hapur ndaj botës dhe prej botës nga ne. Dhe këtu i kom bë hapat e parë edhe kom njoft shumë njerëz, të cilët ndoshta më vonë edhe do t'i përmendi me shumë pietet, kështu që nuk më erdh vështirë që të vi sot, edhe uroj që të shkojë çdo gjë në rregull. Urojmë. Besnika, dëgjove pak a shumë këtë kolonën zanore, që ni e kemi bashk me dëgjuesit, po bëjmë përpjekje ylli me dëgjuar edhe një herë këtë kolonën zanore. Çka po të kujton kjo këngë e vitit 89? Se në arkiv, ashtu kur e kanë shkruar në 89-ën, kur pas ka marrë pjesë në akorde, titullin e ka më gjatë. Në publik në YouTube kjo këngë po njihet me një titull pak më ndryshëm më të shkurtër, që një populli. Na jemi kresnishëm. Nuk e di unë. Nuk e di. Unë nuk di. Në fillim po e thot titullin e këngës. A ka mundësi, Besnik, që këtu në herë në akordës edhe ti vetë ke qenë, në 73-ën? Jo vetë 73-ën, po... Nejse edhe viteve të tjera. Po, do i flasim ato. A ka mundësi që këtu në herë, për shembull 73-ën, kur ke marrë pjesë në akorde, ka pas mundësi që kënga jote u shkruajt me një titull ndryshe, ma vonë nëse është përpunuar se ku diun mas do viteve, e ka ndryshuar titullin. Nuk do me thonë, falni, që e ndryshojnë titullin, por titulli e gjon vetin. Okay. Kënga e qet titullin e vet. Nëse është një titull i cili është i pranueshëm nga publiku, automatikisht e korrigjon një titull eventual të parë i cili mund të ketë qenë në qëllim më të mirë i shkruar, mirë po ja që se ka pranuar opinioni. Nëse javën që vjen këtë këngëtarin e kemi këtu në studio, këtë që po këndon, me pyet rreth kësaj, pse ja keni ndruar titullin më vonë, se në arkiv po figuron ndryshe në 89-ën kur u regjistru. Nuk e kanë ndruar titullin, po duke postuar në për këto rrjete sociale, YouTube dhe të tjera, e kanë patur më lehtë Syzeza, moj Syzeza. Po veç ka mundësi që mund të largoni kufjet ndonse ju pengojnë. Nëse të pengojnë, mundesh me i largosh. Po. Të flasim pak këtë në herë akordet si kanë qenë, pjesëmarrja, sa nostalgji për ato vite keni. Akordet kanë qenë ngjarje e madhe, ngjarje me të cilën me javë dhe muaj para akordeve ka jetuar pjesa kulturore e Kosovës, mos ta egzagjeroj me thonë e tërë Kosova, mirë po me qenë se nuk ka pas edhe shumë televizione, televizioni jonë transmitimin e ka pas në fillim për një auditori shumë më të gjerë, mandej veç për Kosovë, mirë po ka qenë ngjarje në veti. Edhe në për akorde kanë defilu emrat gjigant të kulturës të Kosovës dhe jo vetëm. Duke filluar nga Nexhmije Pagarusha, Liliana Çavolli, Sabri Feyzullahu, Gazmen Pallaska, Hüseyin Kazas, Veçlia ime, Besnik Krajku, e tjerë. Luan Hajra, Selim Bakë. Bile Luan Hajra dhe ka punu që tu dikun në këtë ka punu në këtë studio. A ka qenë këto në këtë objekta? Këtu në këtë objekt. Edhe Liliana Çavolli. Edhe Liliana. Ato inqizimet që i bëjshit këtë në herë, po më duket këtu keni qena, këtu keni orë në këtë objekt. Jo, këtu po në atë salën e madhe koncertale të studios. Me sa e di, ajo mo... Pjesën andej mrapa që po i bjena? Pjesën e madhe të lartë. Po është po objekti njëjtë, po. Po ja, objekti njëjtë. Po. Me sa më duket ajo mo nuk funksionon një. Në rikuperim e sipër është... Do me thënë 73-ën pa të marrë pjesë për herë të para, ishe debutant. Po.
E më pastaj vitet e tjera, cilit ishin ato Viteve vitet tjera në prezantuar? 74, 75, 76, 77, 78, mandej një vjet pauzë kom pas në 80-ën, mandej prapë, do shta 2-13 herë kom marrë pjesë, por nuk po më kujtohet tamam me... Po si u bë që një këngëtar për çdo vit të jetë pjesë e akordeve të Kosovës? Ishte talenti juaj? Ishin kompozimet e mira nga kompozitorët? Ishte teksti i mirë? Me siguri gjitha janë nga pak, sepse kompozitorët më të spikatur kryesisht kanë punuar në këtë ndërtesë. Pa. Të fillu prej Krist Lekës, Tomor Berishës, Musa Piperkut, Gjeç Kaçinarit, dhe ata kompozitorë Vera Badivuku, Reshat Randobrava, kërkoj falje nëse diken e haroj. Dhe edhe ata kompozitore kanë pasë ndonjë këngëtar favorit. Kështu që ai Juve cilin kompozitor kishit favorit si këngëtar? Po unë kam pas favorit, ose mu më ka pas favorit një kohë, disa vitesh, Gjergj Kaçinari, pastaj Musa Piperku. Me Musa Ramadanin e kom bo vetëm një këngë, sepse Musa i ka qenë shkrimtar dhe poet, dhe rastësisht edhe kompozitori shkëlqyer i cili e ka lënë një vepër e cila ende sot jeton, ndërsa bashkëpunimi nga aspekti i orkestrimit dhe xhirimeve ka qenë me Krist Lekën, me Severin Kajtazin, kryesisht kjo. Këto ishin ata kompozitorët e kohës që vërtet me krimtarinë e tyre kanë lënë gjurmë, duke bashkëpunuar sigurisht me ju këngëtarët, sepse edhe ju keni bërë interpretimet brillante në atë kohë. Po, këta kanë qenë emra gjigant të kulturës së Kosovës dhe pa madhështinë e tyre, asne nuk kishim mujt me i bë këto incizime ose interpretime, cilat i përmendet, edhe prej dallim prej sodit, kur veç nëse nuk je Memec, me gjithë kërkimfaljen nga Memecët, mund të bëjnë këngëtar me teknikën, atër ne kemi shku live, si thonë sot. Dhe atë ke ardhë prej Pryzenit me autobus, ndoshta gjatë rrugtimit ke mujt dritarja me qenë hapur, pak më ftof, ose ku ta di unë shka me ndodhë, mirë po, ato shka e kin vete, ato e ki dhënë. Nuk ka pas, 99% ka qenë pa kur farë ndërhyrjesh, përveç se ehoja ose ndonjë efekt jashtë zanor, jashtë kordave zanore. Kështu që kohënat kanë ndryshu, atër ka qenë ashtu si është. Cila ka qenë kënga më e dashur për ty gjatë atyre viteve që patë marrë pjesë në akorde? Po, tash në grupe nëse i ndaj, kënga më e dashur ka qenë kjo Balladë mbi dashuri, sepse është e para. Pastaj kom marrë pjesë në festivalin e Opatis me këngën Syri yta i qiell me shi, me tekstin e Jusuf Gërvallës, mirë po për shkaqe politike, ajo këngë pas 80-tave u eliminu. Edhe fatmirësisht e kom gjetë në arhivat e televizionit të Prishtinës, me siguri ka me diku në ndonjë qoshe ku nuk kanë arrit me marrë dhe me shkatru edhe atë gjirim. Pa. Edhe pse vetë kënga nuk ka të bëj asgjë me politik, mirë po me qenë se ka qenë një ekskomunikum Jusufi, edhe veprat e tia janë eliminu. Kjo kënga, më falë, pse ndale, kjo është kënga balad... Unë pak volumin, po lërë këngën. Balad mbi dashurinë, flasim pak, të dëgjojmë këngën, ta kthejmë për dëgjuesit pak. Lëshoj edhe një herë, ta dëgjojmë edhe një herë, balad mbi dashurinë. Kjo është kënga, domethënë, a? Po. E 73-s, a? 73-s. Pas asaj, një ndër këngët e cila më së shumti i kanë mbijetuar kohës, është kënga Këngë Moj. Këtë këngë ka komponu Musa Piperku me tekstin e Nehat Së Hoxhës, dhe me këtë këngë kemi pas konkuru për gara në Eurovision në Opati. Ajo nuk u kvalifiku për në Opati. Sa mirë të më thënë në Opati,
për me shku në Eurovision, a? Ashtu. Në rivalitet edhe me republike të tjera. Absolut. Cilin vit kjo? Absolut. Këngë moja është bërë në vitin e 80, ndërsa në 75 syri yt ai qell me shi në konkurrencë shumë të fortë, bundes konkurrencë ka qenë, ashtu të shprehen, me Oliver Dragojevic, me këngëtar nga Slovenia, nga Kroacia, nga Maqedonia. Ne kemi hyrë me Gjergjin në gjiron e dytë ose në finale. Edhe në gjysmë finale jemi plasu diku shumë lartë, nga vendi 5-6, marë parasysh barierat gjuhësore, para gjykimet për Kosovën, për shqiptarët, cilat natyrisht nuk i kanë shpreh publikisht, mirë po në vetë veti i kanë pas sikur që i kanë edhe sot. Kështu që ai sukses është baraz me fitore. Këto paragjykime, duke patur parasysh shkollën, kanë ekzistuar në adresë të shqiptarëve. Sa ishte vështirë, për shkak se unë kujtoj që Këngë Moj dhe këto të vitit 1975 kanë qenë perla të muzikës, po nuk e di, ndoshta këngët më të mira, ama okay, janë këngëtarë shqiptar dhe kujdiet, nuk e meritonin vendin e parë, apo po paragjykojnë këtë drejt. Këtë mas mirti më ka thënë në festivalin e Opatis, ishim me dhoma afër me të madhin Oliver Dragojevic, i cili është një ndër emrat më të mëdha edhe në Evropë ndoshta. Edhe ai ishte njëri, ai është nga Spliti, një njeri pa paragjykime edhe shoqëroheshim mëngjes. Edhe më tha, pa menduar dy herë dhe pa mendim kështu paragjykues. Tha besoj, si s'kom dëgjuar asnjëherë. Thash Oliver, angon të shqip, jo, ani qysh me më dëgju. Tha po mire ki. Kështu që paragjykimet natyrisht kanë ekzistuar, mirë po nuk duhet gjithni me qitë këte në rrafshin e ndonjë paragjykimi kombëtar. Për vetë faktin që se kanë kuptuar gjuhën. Ndoshta kjo ka qenë një arsye. Ajo ka qenë një ndër arsyet. Një ndër arsyet, po. Shumë domethënëse që mos me pas afër zemrës. Kjo është këngë e kompozuar nga Kaçinari. Nga Gjergj Kaçinari. Gjergj Kaçinari. Ndërkohë kjo Këngë Moj që e kënduar nga ty në kompozimin e Musa Piperkut, nuk e di edhe këtë kohë, Kristi në Shqipëri, edhe shumë këngëtarë të tjerë. Unë për vete time kur e dëgjoj, jo vetëm nga ju, që originaliteti, naturaliteti është nga ju, po edhe nga këngëtarë të tjerë, se di që më bën më patriot dy qysha. Ndjehesh, a? Seriozisht po. Pa dashur që ta egzageroj këngën për faktin që edhe unë jam pjesë e atij projektit. Pa. Nuk di a ka këngë më shqipe. Bravo. Edhe për faktin që e ka komponu Musai dhe e ka shkruar tekstin Nehati, ma let e them këte, sepse e di tekstin e ka shkruar Nehati, ndërsa Musai më ka thënë që për 5 minuta e kam shkruar këtë këngë. Në të vërtetë se ka shkruar Musai, ajo këngë o kone shkruar në melosin shqiptar. Ajo ka rjedh me njëherë. Edhe është e kapshme, une nuk e njoh asnjë intelektual në botën gjithë shqiptare, asnjë automekanik, asnjë bari i cili nuk e din këtë këngë. Nuk e ka këndu këtë këngë. E kjo nuk mund të jetë objekti i interesimit publikut, por është merita e këngës e cila i ka qatë gjitha rrugët, edhe kam sikur se kur të vjen një rebesh shiu që e lag çdo cep të tokës, edhe kjo këngë ka hy edhe gjithë e din. Të gjithë e din. Nëse si din fjalët, e din melodin, e din Këngë Moj ti merr dhënë, ja kaq. Samir, Nike kemi thënë edhe në emisionet e kaluara dhe javën e kaluar që prej akordeve kanë mbet këngë që i kanë rezistu kohës, që dëgjon edhe sot që janë ripërpunu. Kush është një këngë ma favorite e jotja? Jo që ti e ke këndu, po e të tjerëve që ty të pëlqen sot. Që të kanë betë në mendi gjatë këtyre viteve se kanë qenë akordet. Kur Pranvera ishte në Prishtinë. E Sabriut, a? E Sabriut, ose Ti me sytë e zi. Ti me sytë e zi është kënga e Reshat Rando Bravës, me tekstin e Azdrenit, me sa e di. E kënduar nga? E kënduar nga Sabri Feyzullah. Sabri Feyzullah. Këto janë këngë antologjike, cilat
i rezistojnë gjitha kohrave. Bile, me pas fat edhe me pas interesim nga artistat kvalitativ, çdo 7-8 vjet këto me i bo ripërpunim, Po. këto rilindin çdo herë. Po, a kemi këngëtar të denje për të interpretuar? Si që interpretonit ju dikur? Çdo kohë i qetë këngëtarët e vetë, mirë po lehtësirat teknologjike Pa. edhe vrapi pas profitit, në vend se me i kultivu talentet, i shkatron me çdo respekt për çdo eveniment. Mirë po edhe këngëtari më i mirë, nëse çdo mbrëmje shkon në Darsma dhe këndon Tallava, edhe Ray Charlesin me qua aty mas një viti ai fillon me ata trilerat e Tallavas edhe fatkeqësisht. Ndrojnë edhe atë, a? E kanë gjetë titullin e këngës, është atë vije që ka shkruajt, thot në një rast atje mbikrua në fillim se është fut në YouTube, po më duket e ka dëgjuar edhe një herë këngën që thashun në çish në fillim e thot titullin. Domethënë kënga e Naim Krasniqit, Moj Syzeza, e pat kështu pak më lart të shoh. Po, O Moj Syzez është në YouTube me atë titull, po në arkiv në të 19-ën po shkruan që është në një rast atje mbikrua që kanë gjetë titullin e saktë këngës. Po mirë, ka shkruaj edhe ndoshta e ka arsyetimin e vet artistik pse e ka shkruar ashtu, mirë po në përditshmëri ka mbijetu si Pa. Nuk ka dërt. Moj Syzeza. Në rregull jemi me. E kemi një dëgjuese që po shkruan prej Gjermanisë, thotë përshëndetje të dashur, moderator edhe i dashur këngëtar, respekt për juve. Mirë, një ma herë të dëgjuam atë këngën Balad mbi dashurinë e 73-s. Sepse komunikova me Hana, thash e i gjejmë të këngë moj të Besnik Krajkut, sepse unë e kam shumë mall këtë këngë. Pa. E kam shumë merak, kam mall për këtë këngë, e kam shumë merak. Do të dëgjojmë pak në sfond, po edhe kur do ta përfundojmë bisedën, do ta dëgjojmë në tërësi, se meriton kjo këngë. Besnik Samir. Jo vetëm kënduar nga Besnik Krajko, po e kompozuar edhe nga Musa Piperku. Është edhe nga teksti. Nëse do të mund ta gjejmë dika. Do të provojmë. Po jo, është në arkiv. Këngë moj. Të shohim nëse mundëm me pas qasje. Digitalizimin e këtyre këngëve të vjetra tash duket që janë bo. Kogja punë ka se gjithë ato në diskoteka aty në arkiv me nxjerr digitalizimi që po bëhet, kogja procesi i gjatë. Besnik Samir asnjëherë s'u ndave prej muzikës, prej këngës. Po nuk devijove. Po qëndrove brenda kornizave tua. T'ju them të vërtetën, nëse unë kisha me u marrë me ndonjë punë të cilën e du më së shumti në jetë, kishte me qenë muzika dhe këndimi. Mirë po. Unë shumë pak jam marrë me këndim, sepse thjesht në atë kohë kur unë kom qenë në vitet më të mira, këndimi edhe nuk e ka ofruar ndonjë siguri materiale. Edhe më është dashur që të mirem me punë me të cilat mund të jetohet. E realisht në dy binar është vështirë të shkosh, sepse kënga të lyp të tërin komplet. Edhe një problem më i vogël, qoftë në punë, qoftë në përditshmëri, ta hup koncentrimin dhe kualitetin e interpretimit. Prandaj juve keni patur arsye për të marrë me diçka tjetër, por jo arsye, po domosdoshmëri për të ekzistuar. Unë jam ekonomist i diplomuar, tani më i pensionuar. Mos dasht me u marr një kohë me punu në ndërmarrje si gjithë që kem punu, pas 89-90 kur u larguam nga punët, ose na larguan, u desht me u marrë me punë afarizëm privat. Hajde të bëjmë pak krahasimin e festivaleve që janë organizuar dikur dhe tashmë festivalet e kësaj kohe moderne, nëse mund të shprehem kështu. Kemi patur edicionin e parë, të dytë të Festivalit të Këngës në RTK, tashmë kemi edicionin e tretë, kohërat kanë ndryshuar. Festivali Akordeve të Kosovës ka qenë festivali numër 1 organizuar nga shqiptarët e Kosovës në atë kohë, nga Kosova, pjesë e federalizmit jugoslav. Por që kemi patur edhe festivalet e tjera, jo vetëm Akordeve të Kosovës, Zambaku i Prizrenit dhe festivalet e tjera të asaj kohe. Po mirë, edhe Zambaku i Prizrenit
ka lindë si nëndegje akordeve, sepse po këta njerëz kemi qenë në atë kohë, këta kompozitor, këta aranzhues, këta këngëtar, në 86-ën, këtu në këtë shtëpi, unë kom qenë dëshmitar okular që të një gjallë, kur është vendos që të bëhet ky festival, Kris Leka, Reshat Randobrava, Petrit Dushi, këta kanë qenë njerëz të cilët në katin e 7 ku ka qenë zyra e produksionit muzikor, kanë bisedu për këtë edhe kanë ndërmarr aksion me bo Zambakun edhe Zambaku u bo. Edicioni i parë në vitin 1986. 1986. Edhe keni vazhduar më pastaj. Po, ka vazhduar, do vite ka pas ndërprerje për shkak. Duke përjashtuar këto vite 90-ta që jashtë institucioneve mirë, po edhe në ato vite. Edhe në ato vite është. Për dallim na kemi pas ndërmarrë aksione me i vazhdua dhe akordet, po ato ma vështirë shkojshin. Ndërsa Zambaku, fal iniciativave private, të ndërmarrjeve private, gati se tërë kohën është mbajt. Me suksese herë më të mëdha, herë më të vogla, më duket 1 apo 2 vjet, natyrisht 88, 98, 99 nuk është mbajt. Kështu që Zambaku është mbajt deri në ditët e sotme me pak aty këtu na i vet që nuk është mbajt. Është interesant, akordet e Kosovës, siç e thotë edhe zoti Krajku, ka qenë shtylla kryesore. Këto të tjerët në deg, Zambaku i Prizrenit, Kosovaria këndon, Ferizaj, ndoshta edhe festivale në Kosovaria këndon ka qenë festivali i këngëve popullore. Bile Qazi Moruçi ka qenë një ndër organizator të atij festivali. E tjerë mos t'i hi borç kur kujna mos me përmend, po kanë kaluar shumë kohë. Tani në këtë kohë festivali i këngës në RDG, cilin po e organizojmë ne në përgjithësi, edicionin e parë dhe dytë, dhe tashmë jemi në prag të edicionit të tretë, duke patur parasysh dhe gjithmonë kohën kur janë organizuar dikur festivalet dhe tani. Ka ndryshuar edhe zhanri i muzikës pak, Çdo gjë ka ndryshuar, mirë po një gjë nuk do duhet të ndryshonte. Që mos t'i pranohet vazhdimësia e akordeve në këtë festival, sepse ne mund shkruajmë edhe libra, edhe romane, edhe projekte. Ky festival është vazhdimësia e akordeve. Na kemi mujt edhe para 90-s me ja ndru emrin akordeve, ose kemi mujt këto me qujt qështu që shpequjmë, po kur po thojnë hera parë në Kosovë, nuk është hera parë. Ne për shumë lami, po mendojmë që historia fillon me ne, po historia i ka rrojt shumë të thella. As ky festival nuk kish mujt me mbajt pa trashëgimin e kësaj shtëpie të Radio Prishtinës, e cila nga vetja ka lind muzicient, ka lind talenta, njerëz cilët për herë të parë këtu kanë pa shka është studio, shka është mikrofoni, shka është teknika, kështu që edhe mënyrë se keni ingjizuar këngë përpara kështu klasike, mekanike, që ke vështirë në atë kohë. Totalisht mekanike. Ke hin studio, para se me hin studio në dhomën e miksuesit edhe teknikut, e ki ndëgju 2 herë apo 3 herë aranzhmanin. Atër ke shku nga dera tjetër, ke hyj aty 1 herë, 2 herë, 3 herë, nëse për 3-4 herë. Nuk ke mujt pas një kohë veç edhe pse ti gjatë këndimit sune heton dallimin nga lodhja të zërit, në teknike dalonin. Mirë po zakonisht në 99% rasteve nga 2-3 herë janë kry këto incizime. Besnik, këngët sot si po duken festivalin e këngës, si që tha edhe Niki, në 2 edicione që i patëm. Tash që po përgatitemi për edicionin e tretë, edhe si vjetë po duken këngëtarët kogja premtues, disa që i kemi pas në studio, disa që i kemi pa në prova, që po mbahen me orkestrën e madhe të festivalit, po t'inglojnë bukur, tekstet mirë po duken, muzika, orkestrimi, gjithçka, kompozimi, gjithçka du më thënë rreth këngës. Ne po flasim nga shija jonë personale, se tani kujdihet. Ta shtëshojmë edhe në natën e parë të festivalit. Unë uroj që të ka shumë këngë të mira, mirë po një festival i cili bile 4-5 këngë nuk i lën në trashëgimi, atër nuk mund të thuhet që ka pas sukses të plot. Akordet kur mbaronin, spaku 2 vite, 4-5 këngë silleshin
non-stop. Non-stop. E tash. Këtu ka dhe shumë ndërlidhje, ka ndërlidhje ndërmjet studiove të cilat i lëshojnë këngët, sepse dikush e preferon një lloj të muzikës edhe ato e bën favorit. Po. Ndërsa ndonjë këngë e cila kishte me gjetë rrugën shumë më të lehtë te publiku, nëse mbetet e pa si me thane e pa dëgjuar, nuk mund edhe të mbijetoj. Të mbijetoj, pa. Përndryshe tash mendoj që në festivale, gjatë që është edhe një gjë pozitive, ma shumë i japin rëndësi, si po thonë tani, lukut. Pamjes, Ç'të bësh? E ka të vetën edhe pamja. Koreografisë. Mirë po, si do qoftë, është për të përshëndetur. Edhe kompozitorët që kishim mysafir të ftuar në këtë programin e mesditës kushtuar festivalit të këngës në RTK thoshin, shiko, përpara skenografia ka qenë ma e të kurrë, ma e varfër, jo tash kaq megaloman. Çashtu ka qenë moda, çashtu kanë qenë kushtet. Tash është ndryshe. Por thonin që pavarësisht asaj kishte brum, kishte melodi, kishte poezi brenda vetit kënga. Po si vjen na kanë pëlqyer edhe neve do poezitë edhe ishin mesazhe interesante të këngëve që i këndonin live një refren ose një strofë këngëtarë që kishin mysafir. Edhe këngëtarë goxha të reja në moshë. Po. Vjen mirë që po ndëgjoj këto, edhe uroj që të kemi shumë këngëtarë të mirë, të kemi këngë të mira, të komponohen këngë nga tekste të mira, sepse këto gjitha kur përzihen në një brum atëherë del një kvalitet. Pa. Dhe në fund do të kujtoj në pjesën e parë kishim një bisedë të drejt për drejt me tenorin Kastriot Tushe nga Tirana. Tha çiko, tha, "Ok, jam dakord për organizimin e festivalit kaq moderne, po të gjitha këngët tha un kam tha një këshill, një sugjerim që çdo këngë pavarësisht zhanrit, muzikës që krijohet me pas melosin popullor brenda saj." Do të krajku? Mirë, atëherë na sunë imponojmë. Ato duhet mos them tregu, po ambienti muzikor nëse i pranon këto elemente, atëherë vetveti kompozitorët i shtyn përpara. I shtyn përpara. Sepse edhe me çdo kusht, unë jam fjala vje kundërshtar i një dukurie që ndodh në Zambakun e Prizrenit. Prej 20 këngëve 19 i knojnë Shadrvanit, i knojnë Urës Gurit, i knojnë Bistricës. Po nuk është ajo efekt. Ti mundesh me bo dhe me motive krejt tjera, po dihet që është këngë e Zambakut Prizrenit që e përshkruan një moment ose një ngjarje. Po ju gjitha këngët temë të kenë Ja, absolut, unë jam absolut kundër asaj. Shadrvani. Me çdo kusht. Shadrvani, ti mundesh edhe me shajt, edhe me lavdru, Shadrvani ka vlerat e veta. Asun s'e ngrit. Sa nevoja më u sill atë. Ose më këndu akoma Shadrvanit ose Urës vjetër të Gurit të Prizrenit ose kujt i qeshmës brenda saj. Kështu që light motive kanë bërë shumica e tyre sillen rreth që të 2-3 termineve, gjë që unë personalisht nuk jam idhëtar i asaj. Mirë, jemi në fund. Faleminderit shumë për kohën që gjete sa mirë që erdhe. A kemi thonë diçka për fund, a? Kam me thonë, ju uroj punë të mbarë, ju uroj suksese, kësaj shtëpie të madhe me cilën mlidhen shumë kujtime, i uroj që të avansoj edhe më tepër, të prodhoj programe më të mira, të prodhoj njerëz kvalitativ dhe që kur mos ndahet nga Kosova. Faleminderit shumë që erdhët nga qyteti i bukur i Prizrenit, nga pjesa jugore e kësaj Kosovë të bukur, për na nderuar me prezencën tonë këtu tek Mesdita, kushtuar festivalit e këngës në RTK. Varet a do t'i themi pjesa jugore e Kosovës apo pjesa veriore e Shqipërisë? Apo qendra botës shqiptare, aty ku ka nis themelet e botës shqiptare, me lidhjen shqiptare të Prizrenit. Kështu që faleminderit shumë, inshallah e kish netën. Ju faleminderit. Ne shihemi pranë. Ju faleminderit.
Ju uroj suksese. Shumë faleminderit. Ishte këngëtari Besnik Krajku, dashur me që kujtuam pak edhe pjesëmarrjen e tij të parë në vitin 1973 në akordet e Kosovës, mandej që ka vazhduar edhe shumë vite të tjera.